Përshëndetje, jemi me emisioni Pse me të votu, me mua është kandidati për kryetar të komunës së Likovës nga Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, zotëri Erkan Arifi. Pse vendosi të kandidoj për kryetar të komunës së Likovës? Pse banorët e komunës së Likovës duhet ja besojnë votën pikërisht atij? Për këto dhe pyetje të tjera na ndjekni në intervistën në vazhdim. Duke pas parasysh kërkesën e banorëve të komunës së Likovës, forumit rinor në komunë të Likovës, shoqatave të ndryshme jo qeveritare, njerëzit të cilët banorët që jemi në kontakt të përditshëm dhe me propozim nga dega e Bashkimit Demokratik për Integrim në komunë të Likovës, nga të gjitha këshillet vendor, do thot në mënyrë unanime deri te selia e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe me vendim të kryesisë qendrore dhe me aprovimin e kryetarit, liderit zotëri Ali Ahmeti, si dhe në bashkëpunim me partnerët e koalicionit, që jemi vetëm tash Aleanca Kombëtare për Integrim, u vendos që unë të jem kandidat për kryetar komune në një mandat të ardhshëm 4 vjeçar. Për arsye se komuna e Likovës institucion, çdo herë i ka pasur dirtë e hapura për çdo banor të komunës tonë. Si institucion jemi munduar maksimalisht që të jemi afër qytetarëve, të ndëgjojmë hallet, brengat, sugjerimet, udhëzimet e banorëve të komunës tonë. Për atë arsye mendoj se bashkëpunim me të gjithë shoqatat e ndryshme jo qeveritare, me bashkësitë lokale, me këshilltarët komunal, me administratën komunale dhe me të gjitha autoritetet në nivel komunal, jemi munduar që bashkarisht të vendosmi listën prioritare për realizimin e projekteve kapitale në komunën tonë, me çka kemi realizuar shumë projekte në interes të qytetarëve tanë. Edhe atën dua të theksoj se projekti ujësjellësit, i cili ka qenë prioritet mbi prioritetet, dhe nga ajo padrejësi shokullore, ne kemi arritur që ujin e pishëm ta lishojmë në disa vendbanime, ku në disa tjerë vendbanime punën ndërtimore vetëm janë kryer dhe jemi në proces të lidhjes së shtëpive. Andaj dua të theksoj se për fshatin Llojan, për fshatin Vaksnic, për fshatin Stupçan, për fshatin Orizare, fshatin Likovë, fshatin Mateq, fshatin Vishtic, fshatin Ikushtak, të gjitha punimet ndërtimore janë kryer, jemi në fazën e lidhjes së kontratave me qytetarët, ku apelojnë ndër të gjithë banorët e komunës tonë, që të dorëzojnë kërkesa deri te ndërmarrja komunale Penda, të lidhin kontrata dhe pastaj ekipet e punës, kuadër ndërmarrjes, do shkojnë dhe do i kryejnë kyçet e tyre. Në fshatin Hotel, para 3 ditëve, filluam me projektin Kapital të ujësjellësit edhe në këtë fshat, me çka rrumbullaksojmë një projekt, një padrejësi shekullore për qytetarët tanë. Dua të theksoj se sa i përket sferës së kanalizimeve fekale, mbi 85% të fshatrave të tonë janë të mbuluara me kanalizime fekale. Rrugët regionale, të gjitha rrugët regionale në nivel komunal janë të përfunduara. Rrugët lokale, mbi 90% e rrugëve lokale janë të përfunduara. Rrugicat me pllaka të betonit, mbi 85% të rrugicave i kemi përfunduar. Ku faleminderoj të gjithë banorët e komunës tonë për mbështetjen absolute të realizimit të këtij projekti bashkë ndërtojmë. Kemi realizuar edhe shumë punë të tjera, si për shembull shtëpinë e kulturës në Mateq, që ka qenë një ëndër e kahmosshme që me një komunë rurale të kesh shtëpi të kulturës, ku aktivitetet kulturore artistike të krijen në mënyrën më të mirë të mundshme. Arritëm që ta ndërtojmë edhe çerdhën e ditë në nivel komunal, me kushte standarde evropiane dhe ku e emërtuam me emrën e martirës dëshmorës më të re të kombit, Valbona Zimberi. Kështu që edhe në sferën e sportit kemi kontribuar shumë, duke stimuluar, duke mbështetur të gjitha klubet e futbollit, klubet e karates, klubin e shahut dhe të gjithë ata sportdashës
të cilët kanë marrë pjesë në përgara të ndryshme, si në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si në nivel të Ballkanit, po ashtu edhe në nivel evropian. Andaj, qytetarët tanë, banorët e komunës së Likovës, besoj që vlerësojnë mënyrën më të mirë të mundshme. Për mua personalisht çdo banor i komunës tonë është i shenjtë dhe bashkarisht besoj në fitore mbindëse, sikur në vitin 2021, sikur në vitin 2017 dhe bashkarisht të vazhdojmë në punë të mira, në punë të hajrit për banorët e komunës tonë. Duke pas parasysh se në komunë të Likovës kemi realizuar shumë projekte në interes të banorëve të komunës tonë, ne jemi në proces të realizimit edhe të disa projekteve, ku dua të veçoj projektet apo projektin për rrugët lokale, edhe atë për fshatin Vaksic, në mbretësi të fshatit Vaksic, projektin afër shkollës fillore komunale Fajkunica në fshatin Stupçan, projektin në fshatin Orizar në drejtim të Qerdës dhe në drejtim të ish kryetarit të komunës së Likovës, zotëri Vajt Saitit, projektin të lagja Theranda dhe projektin në mbretësi të fshatit Nikushtak. Po ashtu, duke pas parasysh, si projekt numër 2, cili të jetë prioriteti im, është edhe rrumbullaksimi i ujësjellësit për tërvendbanimet e komunës së Likovës, ku deri tash kemi kryer punët nga fshati Nikushtak deri në fshatin Llojan, ku jemi në procese sipër projekti ujësjellësit në fshatin Otel, ndërsa për fshatin Opaj dhe për fshatin Ropalc janë dorëzuar tërë dokumentacioni teknik në Ministrinë e Ambientit Qendror dhe Planifikimit Hapësinor. Nga qeveria e kaluar janë siguruar mjetet nga banka botërore dhe vetëm presim që të administrohen dhe një ditë më herët edhe ata dy fshatat të përmbylljemi me këta projekte në të mirë të banorëve tonë. Duke pas parasysh se zgjedhjet janë më 19 tetor, do thotë jemi edhe në përfundim të vitit kalendarik, do organizoj forume të ndryshme sikur deri më tani dhe nga qytetarët tanë, nga banorët tanë, do të lindin ide, sugjerime, udhëzime dhe bashkarisht do përpilojmë listën e prioriteteve dhe krah për krah me banorët tanë do vazhdojmë të realizojmë edhe projektet e tjera në interes të banorëve të komunës tonë. Kjo ishte intervista me kandidatin për kryetar të komunës së Likovës, Erkan Arifi. Për këto dhe intervistat të tjera na ndiqni në rrjetet sociale INA Online.